Amber, ti na ke treguar se si të duam jetën, si të përballemi me sfida dhe si të ecim përpara, pa u dorëzuar asnjëherë, gëzuar 8 marsin. Faleminderit. Hajde, Gerta. Do ta lexojmë prapë. Go. Për Gertën, gruan e fortë që ka treguar se forca e vërtetë është në mënyrën se si ngrihesh pas çdo rënje, gëzuar 8 marsin. Faleminderit shumë. Është mesazh shumë i bukur, Ledion. Ola, edhe pse ke pak ditë në Big Brother VIP, ke treguar se di të bësh përshtypje dhe të ndryshosh gjithë dinamikat e shtëpisë. Gëzuar 8 marsin. Faleminderit shumë, Ledion. Është e imja tani. Ti ke shfaqur gjithë ngjyrat e shpirtit tënd në Big Brother VIP 4. Ke qeshur, ke qarë dhe ke dashur. Por më shumë se çdo gjë tjetër, ke treguar se je vërtet. Valbona, gëzuar 8 marsin. Faleminderit nga zemra, Ledion, të përqafoj. Shumë i bukur mesazhi. Lizarta, pozitiviteti yt është breslënës, gëzuar 8 marsin. Faleminderit shumë, Ledion. Faleminderit shumë. Edhe Rozana ka ngelur. Miki, po lexojmë edhe herë mas jena ullë. Po prita mi S'ka gjë. Dhe një Lexoj një herë, lutem se ne nuk e dëgjova. Ashtë kurioze jetim. Lexoj një. Për Loredanën, një vajzë që ka guxuar të ndërmarrë një udhëtim të jashtëzakonshëm dhe të përballet me çdo sfidë në Big Brother VIP 4. Gëzuar 8 marsin. Miki, qetësia, durimi dhe buzëqeshja jote i kanë dhënë shumë pozitivitet shtëpisë. Gëzuar 8 marsin. Faleminderit, Ledion. Hajde, po. Po lexojmë. Tiparet e tua ndriçojnë, po më shumë se sa bukuria është karakteri dhe sinqeriteti që të bëjnë të veçohesh. Danja, gëzuar 8 marsin. Faleminderit shumë, Ledion. Për këto urime kaq të bukura, je shumë i veçantë. Dur shumë. Dhe pse do të shora pak? Tash ti lëm. Pse ja përmend? Ti lëm këtu. Po, ti lëm këtu. Pastaj dëgjoni. Ragazzi, Jemi në limitet.